Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk më intereson ajo, Olsi flet për herë të parë për Eglin. Aktori dhe këngëtari i njohur Olsi Bylyku ka folur për herë të parë publikisht rreth ish-partneres së tij Egli Tako, e cila aktualisht është pjesë e reality show-ut. Në një intervistë, Olsi shprehu respekt dhe mirënjohje për Eglin, duke i uruar asaj fitore në spektakël. Megjithatë, Olsi shprehu shqetësimin se ndërsa vëmendja është përqendruar te marrëdhënia e tij e kaluar me Eglin, nuk ka pasur komente apo vlerësime për partnerin e tij aktuale, e cila ka treguar durim dhe mirëkuptim gjatë kësaj periudhe. Ai theksoi se është mirënjohës për mbështetjen e saj dhe dëshiron t'i shprehë personalisht mirënjohjen. Kujtojmë se Olsi dhe Egli kanë pasur një marrëdhënie disa vjeçare, për të cilën aktori ka folur edhe më herët, duke e cilësuar si një marrëdhënie të ndërlikuar dhe duke pranuar se ndoshta janë nxituar në vendimet e tyre.